Sot më 1 prill u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak e muajit mars. Mbledhja filloi dhe u mbyll me debate të forta shoqëruar me tone të larta mes kryetares së bashkisë Eriselda Sefa dhe kryetarit të grupit të këshilltarëve opozitar Klement Çela. Debatet, të cilat ishin jashtë rendit të ditës, u përqendruan tek investimet e planifikuara për 2025-ën që po kryen bashkia në terren, kryesisht në infrastrukturë. Zoti Çela theksoi që investimet po bëhen në kohë fushate dhe nuk janë transparente për qytetarët. Sa i përmbahet bashkia planit të investimeve dhe pse nuk bëhet praktik që neve si këshilltar të informoheni dhe mos jemi kaq indiferent kur na pyesin qytetarët. Cilat nga rrugët që janë planifikuar kanë filluar të shtrohen, sepse jemi edhe në një periudhë fushate dhe normalisht hamullia do të krijohet. Pse na lini neve shtek që të dyshojmë sipas jush, se ne nuk dyshojmë se e dim që ju në këtë periudhë lini, por nuk i bëni gjëra transparente, sepse unë me sa di një pjesë e madhe e atyre rrugëve që janë planifikuar qof nga vjet, qof nga si vjet, nuk kanë filluar. Ashtu siç të kam shpjeguar edhe në mbledhjet e kaluara se ke bërë përgjigje dhe ke marrë përgjigje, është me blerje materiale nga ndërmarrja e pasurisë publike, sepse do të thotë që janë investimet në dalin me një kosto më të ulët dhe që do të thotë të ofrojnë infrastrukturë qytetarëve më shumë, sepse çakulli ka kontratë tjetër, asfalti ka kontratë tjetër, tumbinat kanë kontratë tjetër, çdo material është me kontrata të veçuara. Dhe të gjithë investimet që janë duke u bërë në territorin e Bashkisë Lushnjë, janë të gjitha ato kontrata që ti gjatë muajit 2024 pyesin pse po vonohen që të fillojnë punët. Pasi mbaruan të gjithë procedurat ligjore të prokurimeve, ka filluar zbatimi i tyre ashtu siç e parashikon ligji. Kemi një investim që është bërë para disa muajsh nga Fondi i Zhvillimit, nga stacioni i trenit tek Ypsiloni. Dhe me të drejtë është denoncuar në media dhe kudo dhe thuhet që është një investim sakat. Sepse, po, keni thënë edhe këtë tjetrën që ky investim ka garanci 2 vjet. Nuk ka përfunduar, thoni, po kur do të përfundoj? Se garancia 2 vjet, kur është inaugurimi, kur të marrë garancia? Nuk ka lidhje me garancinë, është një investim. Po ka lidhje me garancinë se janë punime shkele shko. Janë punime fasad, shkel dhe shko. Kemi disa kryqëzime aty që janë ende pa vizat bardha. Ju keni, një sekond, ju i keni bërë vijat e bardha, e keni pasi praktik, i bëni kur vinte lart Madhnia, Edi Rama. Po as për atës po pyesni më tani. Pak na i vizonit natën ato. Ka disa elemente të tjerë infrastrukturor të cilët nuk kanë mbaruar së punuari dhe më pas mbasi të mbushë afatin 6 mujor, atëherë do të shikohet elementet e cilësisë së punimeve për të marrë në dorësim nga institucioni i bashkisë apo jo. Ndërhyrjes së këshilltarit të Partisë Socialiste Ervin Sina, kryetari i grupit të këshilltarëve opozitar Klement Çela, ju përgjigj se ai nuk i di problematikat e Lushnjës, pasi jeton në Tiranë. Le punë të qytetit i farë të rinë Tiranë t'i gjati. Po le më në trego punë të qytetit ne tani. Po le tani. E jetojmë çdo ditë këtu. Përfaqësimi nuk është të komentosh ndeshje. Përfaqësimi është jetosh, ti vuash çdo ditë këtu. Përfaqësimi është bërë shumë të segmente rrugore në 2024. Po. 5 shkolla, kanë një qendër shëndetësore. Po pra, të bësh barrezat e të shporëve. Troje Tirana. Të bësh kinoteatrin. Të bësh fundazën, po ti kanë trojë. Dhe mos bësh politik me punë publike. Unë kam vërtetuar që s'bëj politik as për një gjë që ka interes publik. Zoti Sina gjatë reagimit pas akuzave të zotit Çela debatoi dhe me kryetarin e Këshillit Erjet Dhima. 2024 në shifra është viti me punët më të mira bashkiake në Lushnjë. Se si janë bërë? Janë bërë në mënyrë të shkëlqyer. Ka pasur për të bërë më mirë apo jo, kjo është gjë tjetër. Nuk është çështje dekoratash po keni, nuk është çështje dekoratash. Po pse nuk e pranoni më kurrë? Kjo është bashkia me efikasitetin financiar më të mirë në vend. Apo jo? Një sekondë të lutem tani, Erjet. Ka mundësi të paroj? Jo, ka mundësi patjetër të paroj. Çfarë punë bëj unë, çfarë punë bën tjetër. Një sekondë tani, të lutem. Tani gjithë ne këtu. Të lutem, o Erjet, tani, se nuk mund bësh policin këtu. Ne ta. Do flasim me të gjithë me radhë. Po patjetër për tani. Jemi duke diskutuar dhe nuk mund ta bëjmë një listin për gjëra të cilat këtu janë bërë mirë. Kjo është bashkia me efikasitetin financiar. Kjo është bashkia që ka fitur më shumë dotacione. Apo nuk është kështu? Që janë bërë më shumë investime. Apo nuk është kështu?
Që duhet bërë patjetër më shumë dhe duhet bërë më mirë. Patjetër, nuk diskutohet kjo.